Pra i fali thot të 5 kohët të namazit, por prindrit e mi nuk më dojnë. Shkojnë tek falltorët dhe ata ju thonë prindërve se unë jam i sëmur që nuk pranoj të shkoj tek falltorët. Gjithmonë e më shumë po më vështirësohet gjendja. Pra fjalin gjithmonë më shumë po më vështirësohet gjendja, këtë nuk po e kuptoj. Kur them nuk po e kuptoj, a po vështirësohet gjendja dhe po ja mbush mendjen atyre se ke diçka, apo po të humbet durimi nga akuza pa bazë. Pra, nëse ti i fal të 5 kohët të namazit dhe prindrit shkojnë tek falltarët, atëherë këtu kemi probleme konceptuale të dimensioneve shumë të kundërta. Sepse i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur mosbesimtar njeriu që shkon tek falltari. Është që e rrezikshme. E ka quajtur njeriu i cili e dëgjon falltarin. Vetëm se e dëgjon falltarin, jo i beson atij, e ka quajtur se namazi i tij për 40 ditë radhazi nuk do t'i pranohet. Pra do të obligohet ta fal, e kryen obligimin vetëm, por nuk do t'i pranohet, është fjala nuk do të fitoj sevape të mira nga namazi i tij. Derisa ti i fal të 5 kohët të namazit. Pra këtu është ai dimensioni i kundërt. Se ku është fajtori është shumë e qartë. Por a kanë ndonjë arsye ata që detyron të shkojnë tek falltarët? Pavarësisht pra që tek falltarët nuk lejohet fare, kur them ndonjë arsye, sepse ata mund të shkojnë nga padituria tek falltarët, por sikur dëshirojnë që të gjejnë zgjidhje për ty. Ndoshta ti jep argument me sjelljet e tua se ke sjellje jo gjithaq normale dhe si e tillë ajo sjellje ty të paraqet para syve të nënës dhe babait si një njeri të sëmur. Ndoshta ti bën lëvizje të tilla, gjeste të tilla që mund të kuptohet se nuk je mirë. Por këtë unë do të duhi ta dëgjoja prej tyre se cilat do të ishin akuzat. Megjithatë, gjendja thoni se gjithmonë e më shumë po vështirësohet, atëherë unë s'kam çfarë t'ju them tepër. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ose Allahu i thot pra besimtarëve: Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. O besim drejt, kërkoni ndihmë të Allahut përmjet namazit, përmjet durimit dhe namazit. Durimi nuk guxon të jetë burim i shtjershëm. Sabri nuk guxon që të jetë i pakt, i mangët në pusin tënd, në bazenin tënd. Durimi sabri nuk është materie dhe si tillë nuk shpenzohet. Por ai mund të dobësohet varësisht prej adresimit të tij dhe lidhjes që bën. Nëse njeriu duron për hir të Allahut, e ka shumë lehtë që ta shtojë durimin edhe më tepër. Dhe Allahu paguan shumë shpërblen për durimtarët. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu thot pa kurrë dyshim, pa kurrë dilem, durimtarët sabërlit do të marrin shpërblimin e tyre ditën e gjykimit pa hesab. Nuk do të kenë kufizim. Nuk do të kenë 100, 1000, 1 milion apo 1 miliard. Do të kenë sevape të panumëruara prej anës së Allahu xhelle xhelaluhu. Pra, nuk ka mundësi që të shpërblehet njeriu më shumë me diçka se sa me durim. Andaj mos e humbni durim, e kapuni pra me durim dhe namaz në Allahun xhelle xhelaluhu, mbështetuni në të, jeni besimtar të drejtë dhe do të arrini që ta t'i kaloni edhe këtë sfidë.